Lev Nosi u kujdes të bënte dhe të botonte një broshurë, të cilën për 25 vjetorin e pavarësisë në 37-ën, të cilën u botua në Shtypshkronjën Luarasin Tiranë, në 28 nëntor 37, dhe e cila u shit me një vlerë 1 lek. Arsyeja e kësaj broshure ishte dokumentimi i aktit pavarësisë. Sepse gjithmonë dije që nga pavarësia, për që nga 12-a, ka pasur gjithmonë tendenca të shtoheshin emrat edhe antarët që e kanë firmosur, dhe Levi u kujdes të botonte një broshurë, dhe përmes kësaj broshure, jo vetëm e bëri publik aktin e pavarësisë në publikun e gjerë, por në një farë mënyre dhe ndaloi mundësinë që akti i pavarësisë të kishte ndërhyrje në të. Siç ndodh në përgjithësi për mendoj se duhet ta njohim dokumenti i pavarësisë nuk e dim se ku është sot. Falenderojmë Lefin që ka bërë këtë punë, që sot ne kemi një kopje të dokumentit pavarësisë, sepse do na thoshin të tjerët që shikoj ju s'keni asnjë që e vërteton.